Përshëndetje me të dashur të Plus Televizionit. Ja ku rikthyem me sezonin e tretë të emisionit Ëndra Jon me mua Erën. Edhe kësaj here me ju do të mundohemi që së bashku të promovojmë aktivitete, punë e profesionet të ndryshme, duke përçuar te ju një mesazh dhe një motiv për punë dhe arritje sa më të mëdha të shkëlqyera në fushën e dijes. Dhe në profesionet ose punët që i ushtrojnë të rriturit që shpesh herë janë si modeli ynë. Edhe kësaj here, pjesë e emisionit do janë vizitat në shkolla, ku do trajtojmë tema e do shfaqim programet të ndryshme. Do kemi mysafir të ndryshëm, vizita e befasi, të cilat do t'i sjellim në këtë sezon. Paraprakisht edhe një herë ftoj të gjitha shkollat që dëshirojnë të janë pjesë e programit tonë të na kontaktojnë në redaksinë e Plus Televizionit. Dhe me kënaqësi, ne do të paraqesim programet dhe aktivitetet e tyre. Po ashtu edhe qëllimi i programit është promovimi i talenteve të ndryshëm, duke i motivuar për punën dhe arritjet e tyre. Ne sot, si zakonisht, rubrikën e parë do e kemi vizitën në shkolla, ku shkolla sot që hapi dyert për emisionin ton është shkolla Halil Ali Dema në fshatin Pozhëran, ku nxënësit e mësimdhënësit të ciklit të olet të kësaj shkolle kanë përgatitur një program të larmishëm të cilin do e njekim bashk pas një shkëputjeje të shkurtër. Të dashur miq, jemi rikthyer në shkollën Halil Ali Dema, ku pika e parë e programit do jetë gjimnastika e përgatitur nga nxënësit e klasës së tretë dhe të pestë. Para se të shohim se çfarë kanë përgatitur këto atletët e vogla, secila do të prezantohen një nga një. Atëhera mund të na prezantohesh si quhesh dhe cilën klasë je? Unë jam Poema Piraj, jam në klasën e tretë. Po ti si quhesh? Unë jam Ulsa Zuka, unë jam në klasën e tretë. Unë jam Etika Busa, jam në klasën e tretë. Unë jam Hana Zuka, jam në klasën e tretë. Unë jam Noila Terzi, jam në klasën e tretë. Unë jam Hana Pira, jam në klasën e tretë. Unë jam Erda Pira, jam në klasën e pestë. Faleminderit shumë. E tash, miqtë e të dashur, do të shohim performancën e këtyre vajzave.
gjimnastikës, ne pam edhe një sekuencë të shkurtër të një talenti të futbollit, ku bashkë me të do të flasim rreth talentit të tij të futbollit, suksesit dhe arritjeve të tij. A mund të prezantohesh? Po, unë jam Ismail Demiri, vi nga Pozhorani, jam në klasën e 5, mësoj në shkollën fillore Halil Ali Dema, tek mësuesja Ganimeta Ali Dema. Prej cilës mosh keni filluar të merreni me futboll? Unë kam filluar prej moshës 6 vjeçare të merrem me këtë sport. Çka të ka shtyrë më së shumti që të merresh me futboll? Më ka shtyrë sepse unë kur isha i vogël e kisha dëshirën të hyj në këtë sport dhe një ditë më realizua. Cili ka qenë ekipi juaj i parë që keni filluar të ushtroheni? Ekipi im i parë ka qenë SHP Dardanat ose Ish Kosova e Vitis me trajner Sadat Sejdiun, të cilin e falenderoj shumë sepse ai më ka dhënë hapat e parë në këtë sport. A mund të veçani ndonjë sukses sa ishit me këtë ekip? Po mund të veçoj, sepse pas një viti ka marrë pjesë me FC Prishtinën në orë të Maqedonisë tek një turnir. A jeni vlerësuar nga dikush për këtë talent? Po jam vlerësuar nga komuna e Vitis me drejtorin e rinisë kulturës dhe sport, që më ka shpërblyer si lojtari më i mirë i grup moshës time. A të pengon sporti për mësim? Jo, nuk më pengon sepse gjej kohë edhe për mësim edhe për sport. Si a del me detyra dhe angazhime tjera, duke pasur parasysh që ky sport të merr kohë më së shumti gjatë javës? Mund ta menaxhoj edhe mësimin edhe sportin. Mund ta menaxhoj kohën për mësim dhe për sport. Nga kush e merrni përkrajen më të madhe? Përkrajen më të madhe e marr nga prindrit e mi. Ku jeni duke ushtruar aktualisht? Aktualisht ushtroj tek FC Drita e Gjilalit me trajner e Kuran Ismailin, të cilin e falenderoj shumë sepse bën punë të madhe për neve. Sa herë në javë keni stërvitje? Unë kam 3 herë në javë, të martën, të njëjtën dhe të premten. Në vikend kam ndonjë lojë me ekipe të ndryshme. Po tash, a mund të veçosh ndonjë sukses sa jeni në këtë klub? Po mund të veçoj sepse në shtator të këtij viti kemi qenë në Graz të Austrisë, fol një organizatori Arsim Gjergji, i cili ai mundsoi këtë udhëtim gratis. Aty në turnir ishin shumë ekipe evropiane, të cilët ne ja dolëm të shpallëm në event të parë. A mund të na përshkruash shkurtimisht vizitën në Austri? Po, në vizitën në Austri kam kaluar shumë mirë, kam vizituar vendet që kam parë më parë dhe isha shumë i kënaqur. Cili është ekipi juaj i preferuar? Ekipi im i preferuar është Real Madridi nga Spanja. Po lojtari i preferuar cili është? Lojtari im i preferuar është Neymar Junior nga Santosi i Brazilit. Atëherë, për fond, a mund të na japësh një mesazh për të gjithë moshatarët tuaj që po ndjekin këtë emision? Po, për moshatarët tim që nuk mirën me sport, ju kisha detyru të mirën me ndonjë sport, fare do që jetë, sepse është më mirë edhe për shëndetjen e tyre, por të largohen dhe nga dukuritë e këqija. Ne të urojmë shumë suksese dhe të përgëzojmë për këto arritje dhe të presim në suksese dhe arritjet e rapës. Të lumt e vazhdo të bësh krenar shkollën dhe komunën tënde. Faleminderit edhe për juve për përkrajen dhe mbështetjen. Tani do të vazhdojmë tutje me klasën e parë dhe mësuesen e tyre Urata Rama, të cilët kanë përgatitur një pjesë mjaft interesante rreth kafshëve, me temën Bota e kafshëve. Mirë se erdhët te Bota e kafshëve. Sot do të flasim për disa kafshë shumë interesante dhe të mësoni disa sekrete që ndoshta nuk i dini. Përshëndetje, unë jam Teo, më pëlqen tigri se është shumë i fortë. Unë jam Dorela, mu më pëlqen delfinu sepse është shumë i zgjuar. A e dini se elefanti smanet me kërci?
Bretkosa mund të thithin ujin përmes likurës. Gjirafat nuk mujnë me fol me gojë, po mujnë me fol me sy. Elefantët nuk harojnë, për të tjerët mbajnë mend vendet. Kanguri s'mujnë me hecë mbrapa. Rapinjet e rrisin bishtin e humbur. A dini se u këta poti ka të rezema dhe gjoki blu. Pas kurioziteteve kaq të ëmbla që na thanë këta vogëlosh të vegjël, unë do t'ua them edhe një gjë të shohim se aja gjen përgjigjen dot. Unë jam gri, ha ka rrota dhe kam vesh të gjatë. Kush jam unë? Sot mësuan që bota e kafshëve është plot surpriza. Faleminderit që ishit me ne vogëlosh të ëmbël. Deri në emisionin tjetër, mirupafshim nga bota e kafshëve. Mirupafshim. Jemi këtu në bibliotekën e kësaj shkolle ku do të shohim bashkë një ekspozitë të përgatitur nga nxënësja Jara Salihu, nxënësja e klasës së tretë, ku bashkë do të shohim disa nga punimet mjaft interesante të përgatitura nga Jara. Në ndërkohë, derisa I shohim këto punime, do të flasim me Jarën një prezantim të shkurtër. Atëherë Jara, në cilën klasë je? Unë jam në klasën e tretë. Cili është hobi juaj? Hobi im është arti edhe krijimi. Cilat materiale I përdor më shpesh? Kartonin, pambukun, ngjyrat, plastelinat, polhur e tjerë. Cila nga këto materiale është më lehtë për të punuar? Plastelina. A e ke rënd me I punu të gjitha këto punime dhe atë me shumë kohë? Jo, sepse jam mësuar të punoj shpesh. Dhe për fond, a mund të na japësh një mesazh për të gjithë moshatarët që po na ndjekin? Të gjithë nxënësit të punojnë sa më shumë që të kenë suksese. Atëherë Jara, unë të përgëzoj për punën që bën dhe të uroj shumë sukses. Vazhdo të ndjekësh ëndrrën tënde. Faleminderit. Tutje miq të dashur, do ndjekim një performancë në instrumentin e pianos të luajtur nga nxënësja Lina Pira, nxënëse e klasës 5A2. Në një program artistik nuk ka se si të na mungoj edhe poezia, ku nxënësi Vels Latifi nga klasa 5A2 do të na lexoj një poezi me titullin Vjeshta. Vjeshta, kjo vera e nxehtë 3 muaj na ka shoqëruar, por tani erdhi fundi asaj. Tani erdhi vjeshta, plot shije stuhi, do të na sjell për jetë shumë begati. Pemë zhvishën, fushat thonë, qielli I kaltër bëhet I hiri, dallëndyshët ikin, lulët zhduken, piqen gështenjat e muçmullët.
Ty vjesht e ardh të gjithë të duam, por pse nuk i largon pak stuhit? Pse gjithmonë lullet e pemët i thonë, bilbilat e dëllën dyshet pse na largon? Ishte një poezi e mrekullueshme, të përgëzoj për këtë shkrime aq të bukura. Atëherë, kur ke filluar të merresh me shkrim? Me shkrime kam filluar të merrem nga klasa e 4 në moshën 9 vjeç. Kush të ka frymëzuar të fillosh të shkruash? Më ka frymëzuar të shkruaj mësuesja, Fatmira Labo. Cili ka qenë shkrimi juaj i parë? Shkrimi im i parë ka qenë Vjersha Pranvera. A shkruan edhe zhanër tjetër apo vetëm poezi? Unë përveç poezive kam dëshirë të shkruaj edhe tregime edhe esej. Në të ardhmen, a mendon të botosh ndonjë libër? Po, në të ardhmen mendoj të botoj një libër me shkrimet e mia. Cili është libri që jeni duke lexuar për momentin? Për momentin jam duke lexuar librin me quajnë Aleksandër Mojsiu. Dhe për fond, që të mos e zgjasim shumë, a mund të na jepësh edhe një mesazh për të gjithë fëmijët? Nëse kemi guxim edhe ne mund të bëjmë gjërat që dëshirojmë. Atëherë faleminderit shumë për këtë intervistë të shkurtër. Unë të përgëzoj për suksesin që ke dhe të presim që të promovojmë librin tënd të parë. Faleminderit. Të dashur miq, kaq kishim me rubrikën Vizitat për sot. Uroj të ju ketë pëlqyer programi i përgatitur nga nxënësit dhe mësimdhënësit e kësaj shkolle. Dhe falenderoj drejtoreshën e shkollës, zonjën Drita Pira dhe të gjithë stafin që na mirëpritën. Nxënësit dhe stafit të shkollës ju urojmë shëndet dhe suksese, ndërsa ne shihemi në aktivitetin e radhës. Pas historikut, do të vazhdojmë me një intervistë të shkurtër me përgjegjësen e kryqit të Koç në Viti, Hysmije Sadiko, me të cilën do të flasim rreth muajit të solidaritetit dhe aktiviteteve të kryqit të Koç në Viti. Faleminderit shumë që pranuat ftesën tonë. Faleminderit edhe ju që keni ardhur. Prej të cilit vet funksionon zyra e kryqit të Koç në Viti? Kryqi Koç është organizatë kombëtare, është themeluar në vitin 1945. Në Selin në Prizren, pastaj është zgjeruar edhe në komuna tjera të Kosovës, përfshirë edhe komunën e Vitis. Cilat janë aktivitetet që i ushtron dega e kryqit të Koç të Viti? Aktivitetet janë programi shëndetësisë, mirëqenie sociale, menaxhimi i fatkeqësive dhe programi me rini. Sa përfshihen të rinjt ose fëmijët në aktivitetet e kryqit të Koç? Të rinjët përfshihen në aktivitetet të ndryshme, si për shembull 8 maji është dita botërore e kryqit të Koç dhe gjysmëhënës së kuqe. I mbajmë gara të ndihmës parë me nxënësit e shkollave të mesme, i trajnojmë nga instruktorët, pastaj bën gara në nivel komunal, regional dhe republikan. Kemi edhe promovimin e vlerave humane, kemi edhe ngritjen e fondeve, që vullnetarët bëjnë ndonjë aktivitet, i bëjnë disa ide të ndryshme, pastaj i shesin produktet që i bëjnë dhe me ato pare të mbledhura bëjmë pak ushqimore dhe higjienike për familjet nevojtare. Kush mund të jetë antari i kryqit të Koç? Antari i kryqit të Koç mund të jetë çdo qytetar i komunës së Vitis. Antarësimi për një vit është €1, po ka qytetar që na jep edhe më shumë se €1. Na flisni pak për muajin e solidaritetit dhe pse pikërisht të zgjedhur muaji tetor. Muaji i solidaritetit fillon nga 1 tetor deri në 31 tetor, është tradicionale me vite të tëra. Në muajin e solidaritetit kemi dalë me vullnetare në biznese, kemi mbledh fonde, dhe ato fonde që i kemi mbledhur do të bëjmë pak ushqimore higjienike për familjet nevojtare. I falenderojmë edhe të gjithë bizneset e komunës së Vitis që na kanë përkrahur në këtë projekt, si dhe kemi pasur një donatore nga Zvicra, e cila na ka dhuruar edhe €500. Ajo është anonim.
Nga kush keni përkrahje për realizimin e aktiviteteve humanitare? Përkraje kemi nga gjysmëhëna e Kuqe, nga komuna kemi përkraje. Kemi përkraje edhe nga Vajkiki, nga Kfori Italian. Kfori Italian vjen çdo muaj. Na thot që ta gjejmë një familje nevojtare, na e gjejmë, pastaj bashkë me Kforin Italian shkojmë në atë familje dhe i dërgojmë pak ushqimore higjienike. Çfarë mund të dhurojmë në Kryqin e Koq dhe si mund të bëhemi pjesë e ndonjë aktiviteti? Në Kryqin e Koq mund të dhurojmë rroba të pastërta, të ruajtura mirë, pak ushqimore higjienike si dhe të holla. Sa keni bashkëpunimin me shkollat e komunës sonë? Bashkëpunimin e kemi shumë të mirë, kemi bashkëpunim me shkollat të mesme të larta të olta. Falenderojmë edhe DK-jën, drejtoreshën Arta Ajeti që kemi përkraje. Kemi bashkëpunim edhe me shkollën Halil Alidema që ka bërë disa paku ushqimore dhe higjienike për familjet nevojtare. Dhe ne si Kryqi Koq kemi shku për të marrë dhe i kemi shpërndar ato paku ushqimore. Falenderojmë edhe Drita Pira për këtë organizim që kanë bërë një gest të mirë human. Çfarë do ju thoje të rinjve që po ndjekin këtë intervistë? Të rinjeve dhe qytetarëve të Vitis, ju them se kur veprojmë me zemër, e ndihmojnë komunitetin tonë për të mirë. Dhe çdo ndihmë e vogël ka një vlerë të madhe. Atëherë ju falenderojmë shumë që ishit pjesë e intervistës sonë. Ju përgëzojmë për punën që bëni dhe vazhdoni të bëni edhe më shumë aktivitete humanitare. Faleminderit edhe jo që keni ardhur. Atëherë dhe unë doa të bëhem anëtare e Kryqit të Koq. Po, patjetër. Emri mbi emri? Era Muslio. Kjo është antarësimi. Faleminderit shumë. Faleminderit e teja. Faleminderit shumë dhe ftoj të gjithë fëmijët dhe të rinj të jenë anëtar të Kryqit të Koq. Të dashur miq, ashtu siç ju paralajmëruam, emisionin do ta vazhdojmë me rubrikën tjetër, ku në vazhdim do të flasim për muajin e solidaritetit dhe historikun e Kryqit të Koq. Origjina dhe historia e lëvizjes së Kryqit të Koq dhe gjysmëhënës së Kuqe. Kryqi i Koq krijohet për të ndihmuar njerëzit në nevojë në fushën e betejës. Henry Dunant ishte themeluesi i lëvizjes së Kryqit të Koq. Ishte një biznesmen nga Gjeneva që u bë rastësisht dëshmitar i betejës së Solferinos në Itali më 1859 dhe u trëndet thellë kur po shumë ushtarë të plagosur e të baraktisur në fotin e tyre. Shumë prej tyre mund të shpëtonin prej vdekjes, po t'u jepej ndihmë, por personeli sanitar që dispononin në ushtrit në atë kohë ishte shumë më i vogël se ç'nevojitej. Numri i viktimave të betejës së Solferinos arrinte deri në 40.000 vet. Pas kthimit në Zhenevë, ai shkruan libër, Një kujtim nga Solferino, ku bën dy propozime që shënojnë në të njëjtën kohë dhe edhe lindjen e idesë së Kryqit të Koq. Propozimi i parë që bëri Henry Dunant ishte krijimi në çdo vend i një shoqate e cila do të formonte që në kohë paqeje vullnetar për të ndihmuar personelin mjekësor të forcave të armatosura në rast se të shpërthente lufta. Dhe duke qenë se të formosh këta vullnetar në dhënien e ndihmës nuk mjafton, por duhet gjithashtu që ata të jenë pranë të plagosurve në fushën e betejës. Ai bëri propozimin e dytë, që sipas të cilit shtetet e nxjerrin rregulla të zbatueshme në të gjitha konfliktet e armatosura ndërkombëtare, të cilat do siguronin ndihmë dhe mbrojtje për luftëtorët e plagosur dhe do mbronin personat e ngarkuar për të kujdesur për ta. Sot, 185 vende kanë një shoqatë ndërkombëtare të Kryqit të Koq apo gjysmëhënës së Kuqe, të cilat janë njohur nga Asambleja e Lëvizjes dhe me miliona vullnetar që janë formuar prej tyre në dhënien e ndihmës. Ndërsa,
Që nga marrëdhënia e parë që bën shtetet më 1864, që ishte një traktat që përmbledhte rregullat për të cilat shkruante donanti dhe që u bë i njohur në emrin Konventa e parë e Gjenevës, sot ekzistoi një mori marrëveshjesh në këtë fushë që formojnë të quajturën të drejtë ndërkombëtare humanitare. Shumë i rëndësishëm është se në këtë kuadër identifikimi me lehtësi personave që japin dhe marrin ndihmë në kohë lufte me qëllim që të mbrohen prej palëve në konflikt. Për këtë arsye u vendos që të përdorej e njëjta shenjë mbrojtëse dhe identifikuese, një kryq i koq mbi një fushë të bardhë. Pas kësaj embleme morën më vonë edhe emri shoqata të ndihmës, ku ato u quajtën shoqata të kryqit të koq. Vendet e botës arabe dhe të besimit musliman e zëvendësuan me një simbol tjetër, një gjysmëhënë të kuqe, në një fushë të bardhë. Këto dy simbole kanë sot të njëjtin qëllim dhe të njëjtën vlerë, të cilat shpallosin që të dyja neutralitetin dhe paanësinë, parimet të gjithë luftëtarëve dhe të gjithë viktimave për t'u lejuar mbajtësve të tyre të identifikohen dhe të ndihmojnë viktimat në vendin ku ato janë goditur. Në rrjedhën e viteve, Konventa e Gjenevës u zgjerua për të përshtatur nevojave në ndryshim të luftës moderne. U nënshkruan njëra pas tjetrës 3 konventa të tjera, të cilat bën fjalë për viktima të tjera të ndryshme nga të plagosurit në fushën e betejës, siç janë të mbyturit në det, robërit e luftës dhe popullsia civile. Këto 4 konvente të rishkruara më 1949 dhe të nënshkruara aty në fund të vitit 1992 nga 185 vende janë quajtur 4 konventat e Gjenevës të vitit 1949. Më 1977 u miratuan protokollet shtesë për të plotësuar 4 konventat e Gjenevës, duke u dhënë kështu një mbrojtje më të gjerë viktimave të konflikteve, si atyre ndërkombëtare ashtu dhe atyre lokale. Thelbi i konventave dhe protokolleve shtesë të Gjenevës është mbrojtja e dinjitetit të njeriut, dinjitet që duhet të respektohet në çdo kohë. Kjo duhet bërë pas një lloj diskriminimi për të zbutur vuajtjet e atyre të cilët nuk marrin pjesë direkt në konflikt, apo që kanë dalë jashtë luftimit për arsye sëmundje, plagosje ose burgosje. Që nga akti i realizuar më 1859 në fushën e betejës së Solferinës, në të cilën u dhanë ndihmë qenies njerëzore që vuan pa dallim kombësie. Vepra e lëvizjes ndërkombëtare të kryqit të koq dhe gjysmëhënës së kuqe është zhvilluar gjatë viteve duke përfshirë veprimtari të shëmta, shpesh të krijuar nga një përvojë gjatë, nganjëherë të improvizuar me ngutë në terrene nga të më të ndryshme, por gjithmonë të mbështetura në disa vlerat humanitare. Këto vlera shprehen në mënyrë të përmbledhur në 7 parime themelore të lëvizjes, të cilat janë baza e veprimit të shoqatave të kryqit të koq dhe gjysmëhënës së kuqe në çdo kohë. Këto parime janë humanizmi, paanësia, neutraliteti, pavarësia, vullnetarizmi, uniteti dhe universaliteti. Të dashur miq, kaq kishim me emisionin e sotëm. Ju falenderojmë shumë që na ndoqët. Mirupafshim!